Vëmendje gra, ja sekreti që zhduk njollat mund ta përgatisni në shtëpi. Njollat krijohen shpesh në rroba, në mobilje, madje edhe në sendiljet e makinës. Gjë më e rëndësishme është të dini se si t'i largoni ato. Tregu ofron një numër të madh të pastruesve, por ato janë plot me kimikate dhe të ashpër në përdorimin e tyre. Por duhet të bëni edhe zgjedhjet të tuaja më të mira, të cilat nuk kërkojnë dhe receta të forta me kimikate. Ja çfarë ju duhet: 100 ml uthullmole, 100 ml sapun i lëngshëm, 100 ml ujë mineral, një shishe me një Sprite dhe një furçë. Metoda e përgatitjes bëhet në këtë mënyrë: përzieni të gjitha përbërësit dhe vendosni një shishe Sprite bosh. Spruconi mbi njollat që dëshironi të hiqni, e lini përzierjen të veprojë për 15 minuta dhe më pas pastrojeni njollën me furçë. Njollat e vjetra mund të kenë nevojë për më shumë kohë dhe përpjekje që të largohen, prandaj përsërisni procesin edhe një herë tjetër.